Edhe në këtë pjesë të fundit të programit kemi 4 të rinj nga Tetova, të cilët po promovojnë një sport që po merr gjithnjë më shumë vëmendje në botë, por në vendin ton vazhdon të mbetet i panjohur. Është sporti CrossFit. Ata jo vetëm që stërvitën dhe ruajnë formën fizike, kanë krijuar edhe një klub ku trajtojnë të tjerët duke nxitur kulturën sportive dhe duke mbjell dëshirën e këtij sporti për ta promovuar më shumë në vendin ton. Me ne në studio janë Arsim Idrizi, do filloj nga Arsimi, e di që nuk e pritët këtë emër. Arsim Idrizi, njohur si njeriu i Sharit, pastaj e kemi edhe Durim Saiti, përshëndetje dhe mirëmëngjesi. Festim Abdullahi, përshëndetje dhe për ty Festim. Edhe Aziz Azizi, përshëndetje. Mirë se më erdhët Djema. Po ku e gjetët këtë? Për rrugë, të Me për rrugë i thamë në ke marë në qarë. Se nuk kemi shumë mediave. Për mua është kënaqësi që t'ju kem për herë të parë, di që nuk keni qenë me ndonjë televizion tjetër dhe nuk keni folur për këtë sport që po e bëni tani e disa vite, sidomos Festimi, në një sport kur nuk është shumë i njohur në vendin tonë, por fal juve që mundoheni ta promovoni, ne kemi kuptuar se çfarë është CrossFit. Unë të paktën pak e kam kuptuar, por besoj që do japësh atë definicionin e shkurt edhe për shikuesit se çfarë është sporti i CrossFit. CrossFiti për ndryshe nga fitnessi është do disiplina që bëhen në mënyrë intenzive. Është një mix me peshngritje, me gjimnastik, me vrapim, me ciklizëm. Dhe me thonë është një mix i kretë sporteve. Përfshien në CrossFit. Ashtu, si që përmenda që ju jeni ata që po e promovoni, ju së fundmi keni planifikuar të merrni pjesë edhe në garat ndërkombëtare në Milano të Italisë, gjë që nuk ka pas më herët shqiptar pjesëmarrës në këto gara, ju jeni ata që do hidhni hapin e parë. Na flisni pak për këto gara. Mund të themi jemi vetëm shqiptar që kemi marrë këtë guxim të marrim pjesë në për gara. Kemi qenë shumë trajnime në për Kosovë, Shqipëri. Edhe kolegat që kemi atje gjithmonë na thoshin pse nuk e keni hapni një CrossFit në Tetovë, pse e keni lënë Tetovën aq mbas. Edhe prej aty filloi hapi parë që e morëm iniciativë ta hapim një CrossFit profesional të licencuar. Edhe duke ushtruar çdo ditë e më shumë, edhe duke biseduar tham ta sfidojmë veten edhe në për gara. Ja nisëm me garat e para në Kosovë, pastaj Shqipëri, tash jemi në Itali. Me datën 12. Me datën 12 jemi po në Itali. Jemi mjaft përgatitur, jemi stërvitur goxha shumë, nga 2 orë në ditë pothuajse. E pastaj vazhdojmë me radhë në Turqi, do bashkangjitet të Arsimi në Turqi. Te Durimi dua të ndalem për këtë eksperiencë që do e keni në Itali, cilat janë pritshmëritë tuaja, të fitoni më shumë eksperiencë, rezultat apo edhe famë ndoshta? Sepse shqiptarët e vetëm do ju kemi atje. Gjithmonë nisëm për si eksperiencë, po. Për e pare kam si garuz që marrë pjesë me një garë si është CrossFit False Throwdown në Itali. Unë pres një eksperiencë të mirë të kaloj. Për mua është ere parë që do jenë pjesë garuze, këto ishin edhe pjesë edhe në Beograd. Unë isha vetëm arsimin i vizitu, Pra ti lindi ideja. Në Itali jemi të motivuar pak. Po, më intereson se si e bindet Arsimin që t'jes pjesë e këtij sporti. Mu më intereson Arsimi si la bindi t'jena këtu. Arsim, si t'bindën? Po, unë se kam shumë zanat të folin, për... Pjesë e kia. Shif si është puna. Me Festimi njifena ma herët, kemi ba disa video dhe disa iniciativa për të ba video, ta jo mu që kam intereson. Ndërsa Festimi e ka ba sportin. Me Durimin punojna bashk. Durimi është pronar i firmës ku unë e punoj, Nasaterm dhe Ecosoft, dhe ki shkoj 7 muaj para meje, po ka një histori mas kësaj ku gjendemi ne sot në të katërtit. Kur kom pranu seftet punoj për Durimin të Ekosofti, ma ka dhonë arhivën komplet të gjithë shka ka. Dhe kur kam marrë dokumentet t'i reguloj, i kam pa një 3-4 fletore me ka paka trash gjitha pajisjet e CrossFitit të vizatuara me dorë. Dhe me thonë ka kanë ndër e ka moqme Durimi të jese pjesë një klubi CrossFit profesional. Dhe qka ndodhi para 3-4 muajve, diçka në shtator, në Mosgabofsha me 9 shtator, këto ishin në gara në Beograd. Edhe më thirën edhe mu,
shkova edhe unë t'i vizitoj ta shoh dhe kam qenë ma i shëmtuari në komplet, jo vetëm Beograd, në Serbi komplet, ma i betshmi. Po pse çdo herë kështu? Edhe thash nuk shkon që dhe shkoj edhe unë. Edhe fillum me këto çunat, këto bëjnë te CrossFiti The Goat, që është në Tetov, bëjnë tanën, të martën, mërkurën, veç dellën nuk ka ushtrime. Tanën për të mëdhejt, të martën për fëmijët. Mos e anashkalojmë edhe ato se festimi ka bën një program, një plan program edhe për fëmijët, 10 deri në 15 vjet, diçka aty. Po. Moshë 5 vjeçare deri 12 vjeçare kemi fëmijët, po. Edhe këta gjithë njerëzit tjerë shkojnë tanën, moshatarët tonë, të mërkurën edhe të premten. Po nga që ne jemi të shpejtë, si ti thajmë, unë shkesha dhe në ditë. Jo vetëm tanë. Filloj të pëlqeju, a? Po. Festimi e ka një fjalë, një herë e provojsh, asnjëherë ma nuk e lash. CrossFiti është, e dish kur shkesh kje merak ta prekish që ato callët, prek këtë. CrossFiti i prekën kretë sportet, po me një intenzitet të caktuar, me një kohë. Shembull, te bodybuilding ose te fitness, i shkesh e kje disa dushërej, i kje një 10 ushtrime, duhet i sosish ato ose 3. Të limituara pastaj janë. Te CrossFiti, ato ushtrime duhet krihen për 8 minuta, se për ndryshe nuk quhet CrossFit. Ato ushtrime tjera duhet krihen për 10 minuta, do për 5, do për 10. Edhe kështu u inkuadrova edhe unë, po na ka bashku një gjanë, na ka bashku të këto sporti të unë media, po këto kajnë guxim të bëjnë video, nuk e di sa na keni pa në për videot e mija, jemi gjithandej. Nuk kajnë felle vneri, asnjani, masandej e kemi edhe Azizin, që nuk i priton të marrë pjesë në për videot e mija, ato e njef gjithë qyteti. Deshe nuk deshe të bon video. Kur para hin me telefon një video, pas ta nisim të rejë. Tash prit se fillojnë live jemi. Po, diçka më intereson. Pre video nuk nisin një ushtrime. Diçka më intereson, me qenë se arsimin e kemi teolog, dua të dija ka pas lutje speciale kështu në ditën e dytë pas dhimbjes së muskujve që i ke pas. Po, si kallëzojnë përpara një pilivana kur jam për lajt, shkon të hoxha i pilivani, shembull ka kanë Azizi, për shembull Aziz Pilivani. Edhe e ka shku ki hoxha i ka thonë shkrujma një hajmali se dë marë pjesë në gara. E na ja shkru, e ne del një he, 2-3 vish hupën edhe në fund të qelen atë hajmalin të shofe se gjia është ajo duaja që e ka bo hoxha. E në kure ledzon në fund ka shkrajt shtrënguhe ka ishin. E atë e dua ka shtrënguhe ka ishin. Shkon me dua. Festim, ju keni ndërmarrë një hap të rëndësishëm duke hapur pra këtë klub, po sa po fillon të përhapet ky sport në qytetin e Tetovës, flas me qenë se në Tetov tani më është i hapur klubi. Sa po shprehet interesimi të rinjve për të drejtën kur e bëna hapin e parë për të hap, e nisa dhe hapi dhe ushtroj vetëm vetë. E kisha pak si frikë se nuk do të ketë, se pak të ne mendoj se nuk e sfidojnë shumë vete. Por pasi e hapa, u bo buje madhe, edhe ka njës, edhe Tetova po merë kahje shumë sportive. Ka shumë sportistë mirë, por me rëndësia është ta që ka u hap, edhe ta është diçka po ecën shumë mirë. Sa është i vështirë kjo sport pastaj për të pranuar në shoqëri, sepse vërtet nuk është i popularizuar të këtë. Ne jemi mësuar fitness dhe kaq për të mbajt një vit trupore. Unë mendoj se çdo sport ose çdo punë që ja bëjmë nuk është e lehtë në fillim. Çdo punë është e vështirë. Edhe kjo do kohën e vet, do punë, do përkushtim. Për ndryshe nga sportet tjera do pak më shumë përkushtim. Do ushqimin të kesh gjithmonë të mirë, pushimin e gjitha me radhë. Po, Aziz, ti kur e vendose që ti jesh pjesë e këtij sporti? Kur ishte ajo poja magjike? Poja magjike ishte para 2 vjet e gjysmë bashkë me festimin. Kena konë edhe në për seminarën Prishtinë, do me thonë 4 herë një javë shkojshim, edhe ushtrojshim edhe në seminar, kena marrë pjesë aty, derisa e mësum si duhet. Pastaj Azizin falë të pres ka qenë njeriu më i paregull. Po, për ushqime, për stërvitje. Ta shë bo shembull. Do të duhet të jesh strikt edhe në ushqimet, apo? Shife, sa ma profesional vazhdojsh ashtë ma strikt bëhat. Nëse e bësh për qef, nuk është ashtë i vështirë. Por nëse hish profesional, do për kushtim nga gjatë madhë. Dhe me thënë, për afërsisht të 4 bashke keni fillu, apo?
Pak me diferenca... Arsimi tash Pak është ma kyç. vonë, unë Unë jo. i pari nisa, pastaj e mora Azizin, pastaj Durimi ishte gati i nxehtë në këtë rrugë, e ka pas anda tani se si të cekë Arsimi, edhe ishte gati, edhe bashkangjit edhe ky, tash edhe Arsimi. Sa po ju ndihmon ky sport për t'i tejkaluar gjithë ato ndoshta lodhjet e ditës, gjithë stresin, ngarkesën, sepse të gjithë thonë sa më shumë stres që ke në fitness sikur i largon gjitha. Po CrossFiti sa ta mundson këtë Durim? Kur him CrossFit i harrojmë krejt. Edhe stresin, edhe lodhjen. Për herë bisedojmë Ti me qënë se qenë ke edhe menaxher dhe drejtuesi i një firme, sigurisht që ka shumë punë aty, edhe mendoj që CrossFiti të ndihmon për ti tejkaluar këta. Gjatë të ditës i kemi obligimet tona, po kur shkojmë CrossFit, i harrojmë gjitha. Ndonjëherë edhe kemi ushtrojmë me intensitet lartë, po nesër kemi dhimbje trupore, po prapë vazhdojmë atë intensitetin si e mbajmë çdo ditë. Tash Durimi më shumë bën biseda për sport se për biznes. E kemi një grup që jemi bashkë, tanë ditën çojmë video, si të ushtrojmë, çka të ushtrojmë. Me anë të këtyre videove që më shumë i ka bërë Arsimi dhe duhet ja japim dorën tani se ju ka promovuar më shumë. Japim dorën, japim. Ka pas rast ku nëpërmjet videos janë bindur njerëzit dhe djemtet e Tovës për shembull që të jetë pjesë e këtij klubi. Po, unë për herë them marketingu gjë kryesore për ta provë njerin deri tek salla. Pastaj është puna profesionale se si do e bindesh të vazhdoje të ushtroje. Qëllimi jonë është ta shtojmë numrin. Unë e di që Arsimin vazhdimisht e ka dëshirën e sporteve, sidomos tani sa fundmi edhe disa sporte ekstreme, unë e di që sa po është licencuar edhe për paraglide, apo Arsim? Po, edhe gjej hina mollave. Gje përfundova dhe atë, unë pse jam hoq dhe gjithmonë e përmendi dersin e fundit. Do me thonë, atë mësimin e fundit të paraglidit, kemi edhe klubin e paraglidit që kismet si të pranojnë edhe ato, do t'jesëm misafir, po unë nuk vema, se ju mba si shargaret, në si cali një mek. E kemi ba bashk edhe maratona kemi ba bashk, edhe ajo pjesa asaj, po paraglidi është një ndjenjë që posedon shumë adrenalin. Me thonë, prej në momentin kur hipish në vetor, përgatitish ato pajisjet, paraglidin, çantën, kariken, gjithë ato gjanjat, ka një adrenalin shumë të madhe. Të kthehem të pyetja që e bane, çdo sport më pëlqen. Nuk është se më pëlqen, kam qejf ta bëj sa më mirë që se e mundshme. Më intereson kush lodh më shumë, CrossFiti apo komentet në Instagram? S'kom komente ma, unë ndalen. Unë ndalen? Komentet po, i kam bloku edhe komentet unë ndalen, po... Mirë, jo veç komentet negative, o Arsim, tani s'flasim për komente negative. Jo se unë e vana... Mirë, komentet të shumë, pozitive si do negative të... Jo. Komentet negative i ka pozitive. Ma shumë në lodhin gratë, për zotit. Gratë në lodhin... Faj vërtonde. Kemi probleme të... Mira mund t'jesën fitness tash. Ka nëjse dhe ajo. CrossFit janë shilotëshëm. Janë shilotëshëm se në fillim të ditës, në mëngjes fillon CrossFiti, në darkë përfundon CrossFiti. Tanë ditën, unë nuk kom pa diçka më të përkushtuar. Kom ba hiking njerë në javët. Kom ba futbal 3 herë në javët. Kom ba për shembull bicikl, e kemi ba njerë në javët, po CrossFiti është për jetë është. Në bazë të asaj jetojsh. Në mëngjes, paem nuk ham buk, paem qishit pjoni. Marëm një 2-3 lloje pjonash me tamël. Ka ndryshuar komplet regjimi ushqimit. Komplet jeta ka ndryshuar. Që 4 muaj pram tost kemi hangër. Kur kemi ditë të veçanta që për shembull si së të marrim pjesë këto, e bëjmë bajram. Shkem ham buk. Edhe sot. Për qejf, po. Sabah... Se pretni se be bëjë bajram. Sot prej këtu vazhdonin qarshi, që papat e shkupit. Edhe në mëngjes e ham një mix, një shake. Në drek duhet ham stek me oris, veç o ma jo. Me mirë ato gra.
Ato gra kanë hara të bëjmë buk. Nuk kam shpejt që 4 muaj sa më buk më Shporetin e shpejt. ka fuk Arsimi. Gruaja ime ka fuk shporetin me struj. Kontrahet kam bërë. Shite. Edhe fundit që kom hangër buk ka kam pi asaj furës bukës këtij e këmasanit. Çfarë promovuesi i bizneseve, dhe me thënë nuk ta kalon as kush, jam e bitur. Ka ndryshuar me CrossFit është një jetë e vështirë, po e shëndetshme. Dhe ka në ndryshim ka te trupi jem, me të vërtet jashtëzakonisht shumë. Jam në moshën 32 vjeçare, jam në kulmin e energjisë teme që kom ka ndonjëherë. Asnjëherë nuk kom ka çka që energjik. Duhet të sfidoj jetën sa më shumë që është e mundë. Po, dua të flasim pak edhe për maratonën që është mbajtur edhe në Tiranë, maratona Tirana Maraton dhe Vizer Maraton në Shkup. Sa ju ka ndihmuar kjo eksperiencë dhe çfarë keni mësuar nga PE-ta? Siç e theka më parë se në CrossFit lidhen të gjitha sportet. Po. Edhe ne tash mundohemi ku ka sporte që lidhet me CrossFitin të jemi aty. Prezent. Po. Arsimi kemi edhe shokë që merren me maraton profesionist. Edhe tash ato mundohen na tërhekin të sportit tyre. Ne bashkëkohemi jemi bërë si një familje. Ku ka sport jemi krejt aty bashkë. Sa mirë. Si kaluat përgjithësi kështu, sa ditë që ndruat në Tiranë dhe ishte momenti kur të shoqëroni edhe me të tjera të atjes, unë kam parë disa video, disa fotografi që keni pas edhe shoqërim me shumë djemë tjerë atje. Një video Arsimi e ka publikuar me dikën që ishte nga një fshati të Tovës. Çka pa? Te fshati Groves. Ishte interesant ajo video, më shkruan e mira, më shkruan thot horë më bane. Unë në vera me shof mesazhe të frikën në të qeli. Paras dridhe. Prej asaj që dhe jalon pakës edhe Azizit folje, prej asaj eksperiencës që e kemi pat na për këto garat, nuk ka të bëje shumë me maratonën, me garat e CrossFitit, po takimi maj interesant ka qenë me atë vajzën prej Shqipërie me Siria Mehën. Është një vajzë me emrin Siria Meha, që është elit. Do me thonë, në nivel botëror, është prej sportistëve crossfiter që përmendet ma shumë. Dhe e keni takuar Dhe ne e takuam, unë nuk e kom ditë kush është ajo, nuk kom pat dëni emocion, për kur e shefsha se ne di, dumë të bëhana si Azizi. Si festimi vetëm nuk sinojmë, që shumë larga. Edhe kur e shifshim ne festimin të u drith para Siria Mehës, tash kjo atëherë duhet jesë një figurë. Ajo për një kohë shumë të shkurtë të bëni bujnë, po, edhe është shumë atletë e mirë, perfekt është. Ta ceki edhe një gjatë për të garat e CrossFitit në Milano dhe në Istanbul, që do jesëm pas të edhe dalim të maratonat, se frigëm mos janë ashkalëm disa informata me rëndësi. Shif, në gara ka kategori, dhe pak janë shtetet që bëjnë garat e CrossFitit që kajnë edhe beginner. Nuk është sport, hajde se dëhenjë. I vetë një, është edhe do mgelet që ka thonë, abe hajde dëhenjë edhe unë edhe ajo mu. Se në Istanbul ka edhe për beginera, kurse në vendet tjera ka direkt prej të avancuara e më lartë. Në Itali do marrin pjesë të tre këto në një shkallë pak më të avancuar, kurse në Istanbul në vitin 2026 festimi do garoje me elitat. Me thonë me kategorinë që për në Maqedoni asë që bëhet fjallë për konkurent. Kurse në nivel kontinentit, festimi është krenaria e Republikës së Maqedonisë. Dhe për një moment të vetëm, afër 8-9 minuta në Beograd ka ndejt me flamurin e Maqedonisë, pasi që prezentojmë shteti normal, ka ndejt i pari për 8 minuta në intenzitet, ka ndejt në vendin e parë, jo në top 10, në vendin e parë. Po pse nga Maqedonia hezitojnë të marrin pjesë në to gara festim? Ku qëndron problemi? Nga që nuk është i popularizuar ose nuk ka mbështetje profesionale? Edhe nuk ka pas CrossFit profesional, po tash synojmë ne të ushtrojmë shumë, marrim eksperiencë, bëjmë përvojë edhe pastaj me lejen e Zotit dhe mundohemi edhe në Tetov të bëjmë të kese gara, të më thonë të marrim pjesë të vinë garus në Tetov. Po me qenë se ju kemi nga Tetova, tani edhe jeni ndër të parët që... Si që shkëm ne në shtetet tjera, duham edhe të organizojmë
Jemi bo një grup shumë e mirë, kemi edhe biznismene afër, edhe do organizojmë Kismet edhe gara në Tetov, po edhe një maraton do e organizojmë në Tetov. Sepse Tetova është lënë shumë bazdore për sportet. Nuk merret as pak me sport. E vërtet. Jemi kështu, në organizimin e sporteve kolektive jemi mas. Sport bëjnë, po kolektivisht, dhe më thonë, së në organizohem. Ma shumë, ma afër që kemi mraj një suksesi imi me CrossFitin The Goat. Se imi mledh disa njerëz dhe shkëm për të vetë minsinim, është e rëpar që shkëm 5 vetane. Egoista mund të kesh, më thonë, nuk e thëmë për qëllimin e kesh, po individual, thëmë, jo egoist. Po individual mund të kesëm njerëz të suksesshëm. Po si grup e kemi zamet në vend. Po është sport i shtrejt kjo i krasohet me të tjerët, ose? Çdo gjë që ka bëhet profesional është i shtrenjtë. Po. Normal, si gjithë sportet, edhe kjo i do pajisjet më të mira. Po pra ndaj se fitnessi ka pajisje të ndryshme për çdo formë të trupit, kuptohet. Kjo më të rëndësishme e ka ushqimin, që do shumë për kushtim, edhe ajo është kushton më shumë të ne. Me thonë të ham çdo herë, ne ham çdo herë, pothuajse 2 herë, 3 herë jashtë ham, ushqim të shëndetshëm. Edhe kjo e bën pa shtrenjtë, për duke bazuar standardin që e kemi në Maqedoni, po vullneti dhe dëshira në bën të harrojmë atë pjesën e financave. Aziz funksiononi edhe si trajner tani në CrossFit, në fakt në klubin që është hapur? Po, jam edhe si trajner në palestrën The Goat, ose edhe në CrossFitin The Goat, bashkë me festimin aty. Çka i trajnojmë, kena grupet, ditën e hanë, mërkurë dhe të premte, nga ora 7 mbrëmje fillojnë grupet. Do me thonë, deri në ora 10 mbarojmë me grupet edhe i trajnojmë edhe ata. Edhe me fëmijët kena të martën dhe të tetën, njëjtë nga ora 7 mbrëmje. Nga cila është mosha ku ka më shumë interes nga prindrit për qenë pjesë të them të drejtën këtij sporti? Nga të gjithë moshat është. Po, me që përmendë që edhe nga mosha 5 vjeçare. Po, nga mosha 5 vjeçare, po. Ka interes goxha të madh. Çdo ditë më shumë po vinë. Edhe tash jemi duhet mendu ta bëjmë ende më të madhe, ta bëjmë edhe ende më profesional. E keni menduar që ta lokalizoni edhe në për qytete tjera? Për momentin nuk e kemi mendu. Jemi mundu ta perfeksionojmë në Tetov, pastaj në të ardhmen çka do ndodhë si dihet. Unë shikues të dashur, mezi i futa në studio këtë djenë, po tani më duket se nuk dalim tash. Nuk po ndalen, po mua më vjen keq që këtu duhet ta përmbyllim bisedën, duke shpresuar që të gjithë shikuesit kanë marrë informacione të duhura nga ky sport, që vërtet kanë munguar të paktën informacionet, sepse është mirë që të dinë njëherë informacion, pastaj edhe të bindën që duhet të ushtrohet, apo Arsim? Atëherë ta çojmë një mesazh deri te shikuesit, ne ditën e premte të shtunën dhe të diellën jemi në Itali, në gara, kështu që unë e di se është e pamundshme të vinë qytetarët e Maqedonisë na vizitojnë atje, na shohin, na përkrahin, po çdo foto, çdo video që e nxjerrën klubi The Goat, ju kisha lut të gjithë shikuesve ta shpërndajnë, ta shkruajnë një koment të mirë, sepse për këto 3 që do garojnë është shumë me rëndësi. Normal, sporti është mbi të gjitha, Azizi e ka shprehja Azizit, sportin CrossFitin mbi të gjitha, po edhe një fjalë e mirë nga njerëzit e mirë vlen për këto çunat, ti përkrahim njerëzit që janë në Milano, gjatë kësaj kohë, shqiptarët që jetojnë atje, edhe i përshëndesim, po edhe i kishim lutë të vinë të na shohin atje, po, të na përkrahin, se është një gjë kolektive, është një gjë për të mirën e të gjithëve, nuk është individuale. Festimi më i ka linjat e trupit, nuk shkon. Mbi gjitha është mirë që ta promovoni, sepse kur promovohet, pastaj edhe kuptohet merr për masa më të mëdha. Shqiptarët nga Maqedonia, të vetëm shqiptarë që janë pjesëmarrës, domethënë është mirë që dhe ne krenohemi pastaj edhe si popull. Aziz mbi të gjitha? Aziz? CrossFit. Sporti mbi të gjitha. CrossFit mbi të gjitha. CrossFit mbi të gjitha. Vazhdojmë të gjitha. Unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë dhe ishte shumë kënaqësi që ta nisim këtë mëngjes së bashku. Nuk e di nëse keni ngrënë mëngjes apo edhe keni pirë kafe në mëngjesit, sa jeni strikt edhe kafe ndoshta nuk pini mëngjes, a? Unë për veti tash e kam kohën e kafës, kështu që nuk e di për juve. Ne bashkangjitna me ty. Sot do e prishni, apo? Sot do e prishim sot. Sot bajram e kemi. Sot bajram. Re me pak. Ishte shumë kënaqësi.